E keni pat filmin Prall nga e kaluara që thot ajo Vangjel, kripën ta hodhi ajo për nusën. Lajmi i ditës sot, më interesanti, do komentojmë lajmet e ditës. Lajmi më interesant i ditës është Vangjel Tavo ka bëj video kështu siç kam dalë unë tani edhe thot kam marr vendim ta shkrij IMT-n e Himarës sepse ishte bëj një pallat 4 kaçë, 5 kaç edhe ata nuk e kanë parandalu. IMT-ja është institucion në varësitë bashkisë. Pra janë punojësit e Vangjel Tavos ata. Është i lloj sikur dal Vangjeli dhe thot do shkri drejtorinë e financës se kanë vjedh kaq lek ose s'kan vjedh sa duhet në fakt, se për Vangjelin duhet thush i shkriu se s'kan vjedh sa duhet. Ndërsa këtë IMT-n mund ta ketë shkri se kanë marrë parat, ata siç duket ata inspektorët kanë marrë parat për vete si kanë dhënë gjë Vangjelit, edhe Vangjeli i shkriu. Ai që duhet shkri në këtë rast është Vangjeli. Vangjeli që kur ishte me LSI, ashtu si Lefter Koka, ashtu si çfarë ky tjetri që kaloi me këta, mos e harrova emrin tash. Kur ishte me LSI i bënte PS-ja, këta i bënte Edi Rama gogola, hajduta, super hajduta, grabitqar, Nasip Nacho. Edhe sa i merr Rama, këta nuk janë hajdut më pastaj. Pra ka i diferencë shumë të madhe këtu për gjithë njerëzit që kryesisht këto mbeturinat. Shifeni pse nuk i shani ju tani Vangjel Tavon, Nasip Nachon, Lefter Kokën. Kur ishin me Ilir Metën ishin të këqi, ishin hajdut, ishin kështu, ishin ashtu. Tani që kanë ardhur me krye hajdutin, nuk janë hajdut. Qose ka i shembull ekzemplar për këtë punë, ky është Vangjel Tavo, edhe jam 100% i bindur që e ka shkruar atë IMT, se Vangjeli lëviz për ditë në për Himar, si ka mundësi nuk e ka pa që po ngrihet një pallat pa leje. Si ka mundësi një kryetar bashkie nuk ka autoritet mbi organet e veta që qeveris atje. Pra nëse është i paaft, nuk e dëgjojnë ata, nuk i binden, duhet shkarku Vangjeli, jo IMT-ja. Nëse i ka shkarku se kanë marrë parat, kanë marrë rishvet për vetë ata si kanë dhënë gjë Vangjelit, duhet shkarku të dyja palët, pra edhe IMT-ja dhe Vangjeli bashk. Vangjeli që ka dhënë projekte për gradacela në Himar. Po, kanë dhënë projekte. Tja ta gjej pak. Kështu Vangjeli, shoku Vangjel. Dele dhe thot tani, e pash thot, që ata nuk kanë punu, kanë leju të ndërtohet një kull, që ishte një 4 kaçe, 5 kaçe, edhe po i shkriun këta. Po kjo IMT-ja e Edi Ramës ku është? Pra këta janë shumë interesant, janë kokrat e hajdutëve. Shikojeni pak projektin që kanë ndërmend të bëjnë Vangjeli me Edi Ramën në Himar. Se po va tregoj me foto. Ja një sekond, shifeni. Ky që është shqetësu nga një pallat 5 kaç. Shifeni.
Shifini këto kullat. Këto janë në himar, do ndërtohen në himar. Për njësa çereku i këtyre, shoku Vangjel po shkrin IMT-n e himarës. Shifeni çfarë do bëjnë në himar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kulla. Kush e di se sa katëshe janë. Po siç duket këtyre u kanë marrë parat vet. Atë tjetrën e kanë marrë ato çerrat e IMT-s. Edhe do i ashtu. Lejet për zhvillim për projektim, potam, kompleks, hoteleri dhe objekte rezidenciale, banimi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16 kate mbi tokë. Këto janë lejet që do jap Vangjel Tavo bashkë me Edi Ramën përmes një plani kriminal për të shkatruar edhe himarën. E ky palaçoja që ka dalë sot edhe ka bërë lajm se ka shkatru IMT. Po satelitët ku i kanë këta që do shifin ndërtimet pa leje? Prape kam për ignorantët, për këta mbeturinat ose sidomos të ndjekësit e Blendi Gonxhës që më janë turp këto 2-3 ditët e funit si fliqësira komentojnë në Facebook. Ku i keni satelitët që i pagoj sa miliona euro Shqipëria për monitoru ndërtimet pa leje dhe drogën. Sa i kanë kushtu Shqipërisë? Në 2023 i hapën këta, i hodhi satelitët ky. Edhe ikën miliona euro, bon ca fotografi Albania 1 dhe Albania 2, këta nuk dijen t'i lexojën, s'kishte njëri që t'i ngiste pra ajo. Tani Shqipërisë i ka kushtu deri në 62 milion dollar lëshimi i Albania 1 dhe Albania 2. 62 milion dollar. Ka qenë një lajm që e ka publiku Top Channel. Para se t'i ngrejnë satelitët, dhe kostoja nuk është justifiku, nuk është hetu, sepse SPAKU e kemi thënë është organizatë kriminale partnere me qeveri, me Edi Ramën, dhe maroj kjo punë, iku. Kështu Vangjel, shoku Vangjel që del e thotë unë po e shkri IMT-n se kam boj pallat atje, edhe unë nuk e kam pa. Lajmi tjetër shumë interesant sot ishte një publikim, një shkrim në një media të huaj, Yahoo më duket ishte. Shqipëria renditej mes Nigerisë dhe Zimbabves, po ashtu edhe Ganës për largimin e trurit nga vendi. Zimbabve, Nigeria edhe Gana. Çdo vit një eksod i heshtur po riformson ekonomi të tëra, mjekët largohen nga klinika rurale drejt spitaleve në Londër apo Toronto. Inxhinierët shkëmbejnë monedha, thot artikulli shumë interesant, e paqëndrueshme me pagat sigurta jashtë vendit, ndërsa mësuesit e trajnuar me bursa publike përfundojnë duke dhënë mësim mijëra kilometra larg vendit të tyre. Fenomenet që i kanë detyruar, pra që i detyrojnë mjekët të ikin, është Nigeria, e cila të cilës i kanë ik 6700 mjek drejt Britanisë Madhe, 17.000 e ka totalin që punojnë mjek. Pra 17.000 mjek nigerian kanë ik nga vendi dhe punojnë në vendet e OECD-s. Zimbabve, se kjo është vetëm për sektorin e shëndetësisë.
35.938 zimbabvian morën viza pune për në Britaninë e Madhe për të punuar në shëndetësi. OBSH-ja e ka vendosur në listë kuqe Zimbabve, me vende që përballen me mungesa kritike të personelit shëndetësor. Libani e dini. Edhe Libani ka pas krizë të lartë të largimit të mjekëve. Kriza ka goditur sektorin mjekësor, ndërsa remitancat nga jashtë që përbën rreth 30% të prodhimit brendshëm bruto po ndihmojnë në mbajtjen e ekonomisë. Pra dhe ata mahen me dërgesat e emigrantëve si këto tonë. Ghana është vendi tjetër dhe vjen Shqipëria në Europë, të cilës i kanë ikë qindra mira mjek, infermier, mësues edhe njerëz të profesioneve tjera, mbi 1 milion janë këta. Po sidomos mas Covidit e kanë braktisë Shqipërinë të gjithë. Pra me këto vende renditet Shqipëria për ikjen e trurit, pra njerëzve profesionistë, mjek, mësues, inxhinier e tjerë. Këtu jemi. Pse ikin tani? Pse ikim? Kemi lajmin tjetër për inflacionin. Kosto e jetesës është shtrejtu gjatë këtij muaji që kaloi, korrikut, me 3.4%. Edhe këto e thot Instati. Ka qenë 3.2, i bi në qershor, ndërsa nga viti 2024 është ka shnu rritje shumë më të lartë se sa nga muaji në muaj. Është shtrejtu transporti, duhani, argëtimet, sport, kulturë, veshmbathje. Banka e Shqipërisë është jashtë loje totalisht. Banka e Shqipërisë po bë përpjekje si të bëjnë ca ligje që mos të ketë mundësi ta kontrollojnë kush, mos ketë mundësi t'i arrestojnë kush guvernatorin për një organizatë kriminale në vetë Banka e Shqipërisë. Janë rritë çmimet e qira, ujë, energji elektrike, gaz, karburante, ushqime dhe pije jo alkolike, mobilje të gjitha me radhë. Tani, ndalojmë çik ke qirat. Çmimet e qirave, sidomos në Tiranë, kanë arritur nivele të papërballueshme në raport me pagat. Në muajt janar qershor 2026, qirat për apartamentet 1+1 kanë shku afërsisht 590 euro, një shtëpi 1+1. Për 2 veta me i fëmijë ndoshta është e pranueshme, se për më shumë nuk e përballon dot. Ndërsa banesa 2+1 për 4 persona e sipër 954 euro në muaj, me rritje deri në 4.4% deri në 27% krahasu me qershorin e 2024-s. Pra, për 2 vite çmimet janë rritë të qirave 27%. Një rrogë mujore vetëm për pagu qiran. Në mesatare, qiraja e shtëpisë kalon mbi 30% të ardhurave mujore. Nëse arrin mbi 50%, kjo gjendje quhet housing cost burden ekstrem, që rrit rrezikun e pasigurisë në strehim. Pa shtëpi, kush janë? Kryesisht janë familjet e reja, çiftet e reja. Çiftet me një fëmijë, punojnë me paga qesharake, edhe një pagë shkon vetëm për të pagu qiran. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës, prandaj ne jemi në rend me Zimbabve. Krahasohemi me Zimbabvet se kemi Vangjel Tavot. Atje kemi Edi Ramën, këtu kemi Sakon, në Durrës kemi Benet Becat në Tiranë, kush janë ta kryetarët e bashkive të këtyre që nuk shohin IMT-t që nuk bëjnë punën e tyre.
e kishte shku dhe ky hitaj, pastaj kishte shkarku dhe ky gjithë policët. Ai ndërtim atje nuk është bë pa dieni, e vetmja arsye pse është shkarku IMT-ja e Himarës është sepse siç duket Vangel Tavo dyshon se ata kanë marrë para vete dhe si kanë çu gjë atij, ose ja ka vu syrin për njërën nga ato kullat që tregova. Çmimet e ushqimeve, pijeve jo alkolike dhe qiras kanë shku në stratosferë, prandaj ne shkojmë me Zimbabvet dhe do vim te një video që kam bë para disa ditësh për oligarkët që thash kush e ma Edi Ramën në pushtet, edhe i përmenda këta oligarkët me Zamir Manën, e me Qet Kastratin, e Alexander Frangaj, Vjolca Hoxha, Dulakët, Bollinot e që janë këta oligarkët që marrin para, Bashkimu Ulajn që marrin para nga buxheti i shtetit dhe bëjnë propagandë ata që kanë media për Edi Ramën, ose punojnë si punë patronazhistësh me gjithë punëtorët e tyre, ata që s'kan media vetë drejt për drejt. Edhe thash te ajo video, futo gjiheni aty, kush ka kuriozitet, që ta kuptoni edhe pse duhet të më ndiqni. Po a them këtë, po se preva më video që ta shkëpusjeva dhe ta veja këtu. Ka shpërnda sot një mesazh Ambasada e Shtetit Bashkuara në Tiranë. Një mesazh që e ka dhënë disa ditë më parë Marco Rubio, por ambasada duke qenë se është me këta të Sorosit, janë sorosist, nuk e kishte nxjerrë mesazhin e Rubios para disa ditësh, edhe e kishte nxjerrë tani që u emru ambasadori i ri, e generali që e ka ai. Edhe thoshte ambasada sot, një vend që nuk është, unë pa ta thënë te video, Zamir Mane, Qet Kastrati, Alexander Franga, gjithë qa janë oligarkët e Shqipërisë që marrin miliarda euro nga taksat e shqiptarëve dhe pasurit pa llogaritshme nga prona publike e shqiptarëve, nuk prodhojnë një gozhd. Pra ne jemi të vetmit në botë që kemi oligarkë që nuk prodhojnë asgjë. Në për gjitha vendet e botës, oligarkët njëri ka çelikun, njëri ka industrinë e makinave, automjeteve, njëri ka industrinë e karburantit, tjetri minierat e kujtu në thetë thash, pra janë ekonomi prodhuese për vendin, sigurisht pastaj privilegjohen, po të paktën prodhojnë. Këta nuk prodhojnë një gozhd, as i gozhd nuk prodhojnë vetëm pallate me para droge, që deri edhe ke Green Coast i kishte çu Zamir Mana ato, dhe bëjnë lajme propagandë që sa i mirë është Edi Rama. Edhe thot, pastaj Marco Rubio, mesazhin e të cilit duhet ta theksoj këtë, ambasada amerikane në Tiranë e ka publikuar me vonesë pasi ai generali Riku është emëruar si ambasador në Tiranë, se siç duket s'kan tash me nxjerr fare. Dhe thot Rubio, e kanë vënë thonjza, një vend që nuk është në gjendje të ndërtojë anije, të prodhojë ilaçe, të kontrollojë emigracionin ose të sigurojë qasje në burimet jetike, nuk mund të mbrojë popullin e tij, nuk mund të mbrojë interesat e tij dhe nuk mund të mbrojë mënyrën e tij të jetesës. Sekretari i Shtetit Marco Rubio e publikon ambasada pasi bëhet zyrtare emrimi i ambasadorit të Trumpit në Tiranë, edhe gjitha këto i ka Shqipëria. Se pranaj nuk e publikojnë kot mesazhin ata, po e kanë marrë në shef me idenë që inshallah s'po emrohet edhe këtë herë ky ambasadori. Qa prodhojmë na prodhojmë ilaçe lesht, s'prodhojmë. Kontrollojmë dot emigracionin, na kanë ikë mbi 1 milion njerëz, na i ka përzon qeveria për shkak të keq qeverisjes, plaçshkitjes, vjedhjes në mënyrë të pashembull të Shqipërisë, bërjes vendit të pajetueshëm. Pra shifeni Himarën ju kur të fillojnë ndërtojnë ato kullat e mëdhaja, se si do bëhet Himara një fantazm, nga një perl që ka qenë do bëhet fantazm.
nuk siguron qasjen burimet jetike. Burimet jetike shqiptarët nuk përfitojnë asgjë nga burimet e naftës. Kemi naftën më të shtrenjtë në rajon dhe në Europë. Shqiptarët nuk përfitojnë asgjë nga kromi, bakri dhe mineralet e arit që i shfrytëzojnë kompanitë turke, kineze, Zamirmania, kush i ka gjitha këto, zero e kanë përfitimin shqiptarët nga këto. Shqiptarët nuk po përfitojnë dot asgjë edhe nga për gazifikimin, u bë hidrocentrali që i Devollit, në vend ta detyrojnë kompaninë që të bënte ajo gazifikimin e Shqipërisë, nuk e bën. Pra kjo do të thotë mos kesh qasje në burime jetike. Shqiptarët s'kan ujë. Më e thjeshta, më bazike, shqiptarët nuk kanë ujë, shqiptarët blejnë ujë. Ujësjellësi del me miliarda lek fitim, ndërkohë shqiptarët e blejnë ujin, lajthiza, e qaf shtama, e dreqi me të birin gjithë ditën. Nuk mund të mbroj popullin e tij, ne nuk kush na mbron neve. Në rast të një agresioni, ne s'kemi as ushtri, s'kemi asgjë fare. Pra është një shtet që nuk na mbron edhe në rast të një agresioni të jashtëm. Se nga brenda është vetë agresori, është vetë shteti. Dhe nuk mund të mbroj mënyrën e tij të jetesës. Mënyra e jetesës është pra që qytetarët të kenë një jetë të jetueshme, të kenë qasje në sektorin e shëndetësisë, qasje të barabartë, të kenë qasje të barabartë në arsim, të kenë qasje të barabartë në sistemin e drejtësisë, të kenë qasje të barabartë në administratë publike, të kenë qasje të barabartë në të bërit biznes. Cilën nga këto ka Shqipëria? Zero, nuk ka asnjërin. Tani pse ka publikuar me vonesë ambasada amerikane mesazhin e Marco Rubios, ju gjejeni vetë. Se unë nuk di ta them, po kjo ishte përmbledhja kryesore e ngjarjeve që desha unë të komentoj sot, që sigurisht media e korruptuar, media që e ka fut në xhep pushtetin, nuk i bën këto lloj analizash, nuk i thot këto lloj të vërtetash. Kush ka kuriozitet, futuni te dhe gjeni video ku para pak ditësh u kam thënë, kam bërë një video këtu, edhe kam marrë në analizë oligarkët që majnë pushtet e Edi Ramën, edhe kam thënë që nuk prodhojnë asgjë. Janë vetëm marrës. Kanë vu miliardat tani dhe po shkojnë të investojnë jashtë. Na vodhën ne, na plaçkitën ne, në bashkëpunim me Edi Ramën, janë bë super miliarder pas 2013-s. Sigurisht ata mund të kenë bashkëpunuar dhe me Berishën, ka kusuret e veta dhe Berisha në formësimin e tyre si oligark nuk e vën diskutim fare, nuk kam unë asnjë lloj përgjegjësie për këtë punë, por me të dhënat, me statistikat i kam publikuar te video e mëparshme, e gjeni aty që këta janë bë super miliarder që me ardhjen e Edi Ramës në pushtet. Na vodhën, na plaçkitën, kanë shku dhe kanë ndërtu pallate, kanë ble pallate në Florida siç ka bë Shefqet Kastrati, në Vjenë siç bën Zamirmane, ku di unë ku kanë shku këta. Dhe ambasada amerikane me mesazhin e Rubios e ka publiku si mesazh për kontekstin shqiptar. Por e ka publiku me vonesë pas emërimit të ambasadorit Eric Wend në Shqipëri, generalit. E kam thënë dhe këtë tjetrën, ato mund ta blejnë Edi Rama, mund të jetë Zari Kushneri, siç përflitet, e kujto as më intereson s'm plas fare as për këtë pjesë, se nuk është gjë e re më tani që shiten ambasadorët amerikanë dhe blehen, edhe ata, edhe i blej Edi Rama, është kënaq duke i blej deri shefin e madh të FBI-s. Por ambasada amerikane në Tiranë e ka publikuar sot mesazhin. Edhe po e përsëris edhe një herë për mbyllje. Një vend që nuk është në gjendje të ndërtojë anije, të prodhoj ilaçe, të kontrolloj imigracionin, ose të siguroj qasjen burimi etike, nuk mund të mbrojë popullin e tij, nuk mund të mbrojë interesat e tij dhe nuk mund të mbrojë mënyrën e tij të jetesës. Sekretari i Shtetit Marco Rubio. Kujt i pëlqeu video, shpërndajeni sa më shumë, bëjeni subscribe,
abonohu, po thojnë edhe njerëzve tuaj që I keni dashamirës që ta bëjnë subscribe dhe abonohu video. Takohemi në videon e radhës.